Mirëdita gjithëve, shumë nga ju më keni kontaktu në inbox dhe nëpërmjet kanaleve tjera që kam social në gjuhë tjetër, më keni me shumë të drejtë keni thënë po pse nuk ban video edhe në gjuhën shqipe. Një ndër kërkesat tuaja ishte me ba video nga më të thjeshtat, nga gjithmonë të respektu normativet italiane, se si mund bëhet një pik komandimi një dhampës nga një pikë vetme, nga që quhet Chelsea në këtë rast. Dhe pse jo? E bajmë një video dhe shpresojmë që t'ju pëlqejnë. Gjaja parë që duhet të theksojmë është mbrojtja është gjaja më kryesore në çdo impjant elektrik. Mbrojtja ka disa mënyra nga më të ndryshme, po të paktën mbrojtja diferenciale ose me salavit duhet të jetë se s'ban në çdo banesë, është gjaja kryesore. Dhe mbrojtja tjetër që bën pjesë gjithmonë e mbrojtjes në impjantin elektrik është edhe teli i gjelbër me të verdh, është teli me dy ngjyra, përcjellësi me dy ngjyra. Ai duhet dalin direkt dhe të shkojnë direkt te çdo pajisje, te çdo prizë, te çdo llampush që keni, kudo që kemi një përdorës final, domethënë një përdorues final, një prizë, një pompë uji, një kondensator, ky teli këtu që shumë kush për fat keq në Shqipëri nuk i vën rëndësi, është një në përcjellësat kryesorë që nuk duhet mungojnë kurrë në impjantin elektrik. Një përcjellës tjetër kena përcjellësin blu me ngjyrë blu që është neutri. Ky del i mbrojtur nga centrali ose nga paneli elektrik, domethënë mbrohet me anë të dy çelësave këtu. Shkon direkt ke dhampa, kurse për sa i përket telit të fazës, përcjellësit të fazës, është ky tjetri këtu, edhe ky del nga poshtë, nga çelësat, dhe ky duhet respektohet ngjyra. Respektimi i ngjyrave, unë mbaj gjithmonë referimentin, i referohem normativave të italiane që quhen CEI 648, që CEI dhe me thanë Komiteti Elektroteknik Italian, ku gjithë i referohemi këtë normativa, e shpresoj që edhe në Shqipëri, për fat keq nuk është gjithmonë kështu, po shpresoj që në Shqipëri të referohet gjithnjë më shumë të bajnë pjesë të normativave dhe të referohen të normativave. Kam pa shumë impjante në Shqipëri që janë të bamë me për fat keq me ngjyra nga më të ndryshme, një larmi ngjyrash që nuk janë as pak dobishme, si për ata që bën punën, si për ata që do të vinë mas ti, që do të hapin skatullat, do të hapin llampat, do të hapin me bën një modifikim, një shtesë, një diçka, dhe për fat keq ndodhin edhe ngjarje të padëshirueshme, pikërisht sepse nuk respektohen këto normativa. Atëherë, përsërisim edhe një herë, jeshil gjelbër, do të thënë jeshil ose gjelbër me të verdh është tokëzimi dhe shkon direkt ke pjesa finale e impjantit, që mund të jetë një prizë, një çelës, një kondensator, një pompë uji, ky nuk duhet me mungu kurrë ky përcjellësi. Ky është teli përcjellësi blu, ose i quhet ndryshe neutri, shkon direkt ke llampa në këtë rast. Ky është përcjellësi i fazës, kjo këtu, dhe është në këtë rast unë kam bërë me ngjyrën e zezë. Faza duhet me zgjell një nga 3 ngjyrat, gjithmonë të referu normativave italiane, gri, zezë ose kafe, faza që del nga paneli qendror. Dhe vjen deri ke çelësi. Çelësi identifikohet në këtë rast me një hyrje dhe një dalje. Atëherë, kjo se mund të verifikojmë ke skema që kanë bërë, një skemë shumë e thjeshtë. Kjo se dojmë të lexojmë skemen, është kjo. Llampa është kjo këtu. Kjo është simboli i llampës. Paneli qendror është ky këtu, me mbrojtjet e veta dhe ai, si me diferencialin, si me mjete termikon. Këtu hyn energjia elektrike nga sipër, del neutri, shkon direkt ke llampa. Pastaj këtu poshtë del faza dhe hyn ke çelësi. Ky është simboli i çelësit, ky është simboli i tokëzimit,
Kjo është dhampa, kjo është neutri dhe faza. Hyn faza ke çelësi, në këtë moment çelësi është i hapur, është i hapur. Momentin që ne shtypim çelësin këtej, kjo çfarë bën? Kjo e pjesë metalike brenda çelësit mbyllet dhe kalon energji elektrike nga faza, nga ky krah i çelësit, vazhdon, kalon këtej dhe arrin ka dhampa. Kjo se e shofi nga poshtë, faza vjen e hyn ke çelësi, del nga çelësit dhe shkon krahin tjetër. Në kjo se këtu jena të detyruar, për sa i përket gjithmonë normative italiane, me respektu ngjyrat, o gri, o zez, ose kafe, ku hyn ke çelësi, në momentin që del nga çelësi dhe shkon drejtim dhampës, që italisht quhet ritorno, këtu mund të përdorim edhe një ngjyrë tjetër. Mund të përdoret një roz, një vjollcë, një portokall, një kuqe, mund të përdoret thjesht një ngjyrë ndryshe nga kjo. Kjo se këtu kena hi me përcjellësin e zi, mund dalim me një gri, me një kafe, dhe thonë mund të arrin me i seleksionu në mënyrë të ndryshme disa pika ndriçimi që mund të kena ke banesa ose ke aktivitete të ndryshme që mund të kena. Shpresoj të ishe qartë, ju kërkoj të falur pak për mënyrën, domethënë se si shpjegohet, për dialektin, shpresoj që ta keni kuptuar sa më shumë dhe falenderoj gjithë ata që më shkruajnë me mbështesin për video tjera, për që trajtojmë tema tjera, për sa i përket fotovoltaikos, gjëra nga më të ndryshmet. I falenderoj gjithë si për kritikat, si edhe për mbështetjen që na japin për me vazhdu me këtë rrugtim thjesht për pasion që na e bëjmë. Ju falenderoj gjithëve për çdo gjë na shkruani në inbox dhe normalisht do të mundohena me ju pështet, për çdo gjë. Video tjera që kena publiku përpara kanë qenë për deviatorët, për invertitorët, për shumë pika komandimit të njëjtës dhampë, me pulsant, me relé paso paso. Thjesht na shkruani ose kërkoni në brenda kanalit YouTube, do të gjeni video nga më të ndryshmet. Shumë faleminderit.